Kthehemi në studio, diskutojmë tani situatën politike dhe zhvillimet nga gjyqësori me avokatin Romeo Kara. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit ju, Gjoj. Kënaqësi të bisedojmë. Mirë, unë nis bisedën nga situata në Partinë Demokratike ku besohet se mund të merret një vendim sa i takon edhe protestave. Diçka e tillë vjen në një moment kritik të politikës. Do të thënë, çfarë mund të prodhojë një aksion nga opozita? Kemi parë të protestoj shumë në 12 vite, por rezultatet për kritikët nuk është se kanë qenë të konsiderueshme. Unë mendoj që hapi opozitës, pak në kësaj opoziti që është më e madhe në numër deri tani, është mbrapa vetë mentalitetit dhe kërkesave të kohës. Pra, do bëjmë protesta. Protesta s'du të kishë pushuar kur. Ata du të bëjmë për mua një analizë pse nuk kanë rezultuar me sukses protestat e mëparshme. Dhe ju them me bindje që në protestat e mëparshme ata do të gjenë edhe intrigën se si një pjesë e mirë e kësaj opozite bashkëpunon me këtë pushtet aktual. Se protestat do bëjnë kundër pushtetit, janë të gjitha të dhënat, faktet dhe provat që një pjesë e kësaj opozite është kapur nga interesat të tjera, të cilat në vetvete, ai termi tradhtar kur i përket mbase disa ngjyrave të tjera, por merr kuptim. Janë tradhtar të elektoratit të tyre. Por mbi gjithë një protestë sot, ashtu si duhet, por t'i treguar pushtetit që duhet jetë pushtet dhe jo sodimtar, dhe jo shpërdorues i parave publike, duhet bërë nga çdo qytetar. Pra, kjo opozit mund të bëhet sebeb, populli ka kohë që e kërkon, por duhet jetë hapur që të rivitalizohet vetë dhe të përfaqësojë njëkohësisht mbase duke ka përcyer sfidat dhe rivitalizohet, unë nuk e paragjykoj, dhe të përfaqësojë interesat e shtresës së madhe të shqiptarëve që kanë humbur shpresën se ky vend bëhet dhe mbi të gjitha se në këtë vend do të gjejmë drejtësi. Tani po e prek tangent mbase. Pikërisht në këto momente kemi disa procese gjyqësore dhe akuza edhe karshi disa eksponentëve të politikës, dhe s'po përmend me emër se kam përmend gjithmonë. Çfarë moduli do të gjejë opozita që të jetë në një protestë jo me dy standarde. Pra protestë kundër dukurisë. A do t'ja dali? Gjitha mundësit janë që t'ja dali. Nuk... Se opozita ka një shansë të jetë suksesshme në këtë moment? Çdo opozit ka shansë. Sidomos kur ka situata të tilla. Unë nuk di se çfarë duhet tjetër që një opozit të ketë shansë. Pasi kemi qeverinë që marshon nga skandali në skandal, niveli i jetesës është për tokë, pra si nuk kemi indeksim pagash, për ta marrim shkurt në krahasim me indeksimin e çmimeve. Çmimet kanë vajt kacapiu, pagat kanë rënë. Ajo që ka qenë pagë e lartë apo e mesme tani ka rënë. Pra shumica e pagave që janë sektori shtetëror, me zia dalin njerëzit vetëm për ushqim, nuk bëhet fjalë më për strehim dhe për edukim. Pra 2/3 janë pambuluara të nevojave jetësore dhe nuk mund shtyhet jeta me 10 vite duke pritur se do bëhet, do stabilizohemi dhe kur nuk stabilizohemi. Këtë kam bindjen time, që nëse ata do të analizojnë arsyen pse protestat e tyre kanë dështuar deri tani një, pse humbën prapë në zgjedhjet e fundit që s'duhet kishin humbur, pra si në moment më të keq që ka pasur pushteti për të rifituar zgjedhjet lokale ka qenë ky. I mbytur skandale, pa fushat fare, dhe vjen puna opozita, njerëzit nuk dalin zgjedhje.
Pra opozita nuk krijon frym, nuk krijon shpresë. Tani le të bëjnë analizën e tyre, se nuk më takon mua të shkoj të organizoj në opozitën. Unë jam për një opozitë tjetër në base, jam për një protest tjetër, por në pikën që parat tona lëvrohen si kur të ishin parat e asmit, unë jam i prerë dhe i qartë si person, por ne do të filloj një mosbindje madhe civile. Okej. Mirë, Dash të bindet i madhi i qeverisë, dash mos bindet, këtu do të ketë mos bindje civile, se këta nuk marrin vesh ndryshe, e dyta duhet jetë ajo forcë politike dhe prandaj kam dyshimet e mia. Prapë s'po përmend me emër. Duhet jetë e tillë që kur të vinë nesër, të jetë partner i hapur dhe i hapur shumë me sistemin e drejtësisë. Nëse do të isha dikushi, qoftë në një institucion të vetëm, do të kisha komunikim të përditshëm me prokurorin për të zbuluar çfarë ka ndodhur, po dhe për të rekuperuar maksimum atë që është marrë, se du ta kemi objektiv. Drejtësia jo vetëm që është një element që kërkon shpirti dhe pa drejtësi nuk ka shpresë njerë. Po mbi gjitha drejtësia do të zgjidhë dhe zgjidhjen e problemit ekonomik për parat që këta kanë marrë dhe kanë transferuar në xhepët e tyre, ne t'i rikthejmë sa më shumë mbrapa aty që i takojnë popull shqiptar do të thotë. Çfarë forme proteste mund të jetë e suksesshme ti fole për mosbindje civile, diçka që e ka përmendur? Shqyr zotit që Facebooku i ruan ato, po flas që nga viti 2014-15, shkuara. Edhe për publikun, po. Tani, unë flas si një qytetar i cili e sheh veten të abandonuar dhe të diskriminuar, po dhe të keq trajtuar nga mënyra se si qeveria trajton përveç parave publike, po dhe të drejtat legjitime, siç është e drejta për zgjedhje të lira të ndershme, periodike dhe të barabarta. Tani këtu ke denoncimi zgjedhjeve, Saliu është vetë një nga dy autorët, pra PDPS, janë dy autorët të cilët i ka mohuar popullit e pjesës tjetër zgjedhje lira të ndershme. Vitin 2008, 2024 dhe 2025. Pra këtu të ketë guximin të bëjë një autokritik, e të tërhiqet nga ai pakt. Se në atë kohë zgjedhore është vota e këtij dhe vota e Ramës, të dyve bashkë. Është një marrëveshje të dyve bashkë. Kur flasim për investimet zgjedhje, prap duhet kujtojmë investimet që ka bërë me Leci Fitan. Megjithatë, populli opozitar është e padrejtë të mbahet peng tani midis pazarit të dy personave, por të çohet jashtë dhe jashtë urdhit këtij, ky mund bëhet se be bazë për të ngretë, mund t'i kenë ngel ka gjë, dhe të mos kthehet në shtëpi pas zgjidhur gjithë kërkesat e tij. Ne nuk kemi as zgjedhje të lira, zgjedhjet janë midis këtij dhe atij, dhe po çosh njerëzit nuk shkojnë, të votohet 7% e 8% vlorë, ky është kulmi. Dhe që nga ky votim, pra një mini as pakicë, po mini pakicë voton për këta, dhe këta vazhdojnë rinë pushtet, pa vënë një prag, të paktën 50% e votuesve të jenë, mbi 50+1 të votojnë, pastaj të quhen zgjedhje të mjaftueshme për të marrë konsiderat. Vota e shqiptarëve jashtë vendit, edhe kudo ku janë nëpër Shqipëri, se s'ka nevojë të dalë tjetër në mal e të shkojë 8-2 orë për të votuar, pra të bëhet votimi elektronik, siç kemi gati 100 shërbime tjera me Jellbenian, dhe mbi të gjitha raporti që do kenë këta me drejtësinë. Zotëria nuk përmendi thelbin, po nuk patën drejtësi, nuk do ketë Shqipëri. Shqipëria po shpëhet. Pikërisht është bërë dhe nga ana morale. Njerëzit duke mos pasur drejtësi, po kalojnë vetëgjyqësi, në akmarrje, mbraktisje të vendit, edhe malignitet. Po kërkojnë të ecin në rrugë shejtanit. Për mua, PD-ja duhet kishte denoncuar
dhe të rriqet nga i pakti që ne dim që po bëhet për të goditur edhe SPAK-un, edhe kontrolin e lartë shtetit, po dhe gjykatat. Kjo mund mos i leverdisi Berishës si person, po i leverdis pjesës më të madhe të PD-s, po dhe gjithë popullit shqiptar. Kërcënimet që janë bërë parlament, hapur, dhe mënyra se si është marrë në raport SPAK-u në mënyrë të paligjshme, ne kemi diskutuar që SPAK-u i formon kuvendin, po nuk raporton përpara Këshillit Lart Prokurorisë. Në mënyrë se si u tentuar të futeshin edhe në procedurat veçanta, tregon që caku është kaluar. Mbi të gjitha, u godas me forcë dorëzimin e shtetit në dorë të krimit. Ne nuk mund të pranojmë që njerëz që ignorantët i kemi atje, që lexojnë me rroke dhe me gisht, por njerëz që nga lyret duart me gjak, që s'kanë si lidhje me politikën. Njerëz që nuk i takojnë më bile kësaj jete, të jenë kaq fuqishëm sa të marrin copat mëdha e Shqipërisë, të emërojnë njerëz dhe të kenë guximin kërcënojnë prokurorëtar. Këtë e faturoi direkt kryetari i qeverisë. Në qeverinë e tij është bërë pjesa më e madhe e dorëzimit SPAK-ut, po prokurorët e SPAK-ut, se tjerë si kanë probleme ata. Është bërë dorëzimi i shtetit në dorë të krimit. Me të gjithë njerëzit, ato partnerë që ka Shqipëria, e kemi biseduar, edhe këshilla është të çojmë zërin dhe të përballim bëj punën tonë. Sa serioze kanë qenë kërcënimet, avokat? Unë di që prokurori i SPAK-ut nuk ka dashur të hapet kjo punë, e kanë darë mendje të vazhdojë punën e tij, po kanë qenë serioze kërcënimet. Janë përmendur 3 vajzat e tij. Dhe një prokuror tjetër ka marrë vajzën e ka sjellë nga Gjermania në Shqipëri. I kanë çuar foton apo të dion. Kështu nuk ka kështu. Ata kanë përkrajën e gjithë shqiptarëve edhe të partnerëve tanë. Policia të mos fshihet mbas gurit, të bëj punën e vet dhe për operacionet që ka të saj, do të thonë veprimet operacionale, të mos njoftoj asnjë lloj politikani. E ka me standard. Megjithatë, kemi forcën për të thënë vërtetën, po dhe për ta kërkuar atë. Unë mendoj që një protestë masive dhe një mosbindje civile pak të mbrapsht do jetë shumë e shëndetshme për Shqipërinë. Avokat, ndërkohë, dje u publikoi një lajm që zoti Berisha është thirrur në SPAK ditën e premte për 21 janarin. Çfarë do të bëhet me këtë çështje? A do të ketë ekspertizë amerikane? Patjetër, po servirja e çështjeve her pas here në media, 21 janar, 22 janar, 31 janar, do ta bëjnë dhe janari me 32 ditë mundësisht. Dhe nga dalë, po mban peng zhvillimet e sotme. E rëndësishme është që shqiptarët sot të dinë të çohen, të kenë dinjitetin thonë, ka edhe vjedhja një kufi, ka edhe keqtrajtimi një kufi, ka dhe përbuzja që bën pushteti ka shi popullit ti një kufi. Ka dhe mungesa e lirisë një kufi, dhe robëria ka i kufi, duron sa duron njeriu, edhe ai sta pronari dikuri, thoshte slavit, ke punuar shumë, po ta fal lirin. Po këta nuk kanë kufi, domethënë. Ta janë pacip. Ka dhe paturpësia pushtetare ka një kufi, kështu që nuk me atëlet merret gjykata, patjetër do të kenë provat e tyre, opozitat të jetë mënçur, gjithë opozitat shqiptare nuk po përfshi PD-n, të jetë mënçur, të mos mblidhet grush rreth Berishës, por rreth ides që i ka. Ideja është mbi Berishën. Berisha është një kadavër politike, tani të merret drejtësia me të zgjidhë vetë punën me drejtësinë. Po sa herë të hapet në një
skandal qeveritar të nxjerrim 21 janarin, nuk duhet të ekzistojë më kjo. Pra kanë mbushur kupën. Këta nuk kanë kufi. Dhe fakti që nuk kanë kufi në zullumet e tyre, është se dhe ne nuk kemi kufi në durimin tonë. Ne jemi më shumë se të nështruar. Unë nuk di një popull të dytë që të ndodhi kjo. Na ka kaluar Nepali, na ka kaluar Indonezia, na ka kaluar Tajlanda. Nuk kemi kufi. Ne që jemi këtu në kryqëzimin e qytetërimit botërore, domethënë, e kemi ekzistuar vetëm e vetëm përfshirë me nderën kjo lloj qeverie. Deri tani mbjetuam mira vjet, ka shi çdo lloj okupatori që të fshijë me nderën kjo qeveri me ne, si do qefi edhe në mënyrë përsëritur dhe para syve tanë. Edhe pa turp. Pra, a kemi këta s'kan turp që na vjedhin, po ne a kemi turp që durojmë? Kjo është shumë e rëndësishme, kjo më del nga shpirti. A kemi turp ne, a ka më kufi kjo punë? Ku të shkoj kjo punë? Ku të shkoj kjo punë? Vjedhje hapur. Kështu që unë nuk shoh më që legje këtu është qenë pesh nga koka. Dhe për mua përgjegjësi kryesor për çdo ministër që zhytur në vjedhje është vetë kryeministri. E shej në vështirësi, Romeo? Ore u tonë Shqipëria me gjithë televizion ku jemi këtu. është ky, pa janë ata. Për çfarë është? Aja e qeverisis. Të mbrosh vendin nga kategori shpërtërruesve. I ke zgjedhur vetë, i ke zgjedhur me malignitet të plot, i ke zgjedhur me arrogancë plot njerëzit, që nga detorit, ministrit edhe parlament. Mbaj përgjegjësi për njerëzit që i ke zgjedhur. Pse s'ke mekanizmin për të kontrolluar njerëzit? Kush ka thonë ty që shkohet në Europë me banda ajdutësh? Do plotësojmë ne kërkesat 23-24. Pastaj edhe na pranoj Europa me ajdut. Atëherë s'është Europa për ne. Ne duam të bëhemi. Ne duhet të jemi rrugë të Zotit. Dhe provokon pastaj edhe gjojë ligjin për familjen. Të gjitha këto, tani futsim ligjin për familjen, futsim 21 janarin e këtij, e ta harrojmë që po na rrjepin për zgjalli. Po ne s'jemi në ëndër më. Gomari ishte në ëndër në prallën e tij, po dhe ishte më i zgjuar se ne. Që e çante ujku e thoshte inshallah jam në ëndër, po ne s'jemi në ëndër. Ka iku një jetë të tërë, domethënë. Iku jeta ime, brezit tim, atyre para mie, po ikin atyre të mirë të mi. Për çfarë? Për kë? E kanë konsideruar idhull Perëndia ata, po normal që atyre duke qenë rrugën e servilizmit, të lëpirjes plot e tjerë, kanë vjedh, respekt nuk kanë për një tjetrin, thjesht kanë vjedh, ka servilizëm profesional fitim prurës, pra, ju ka hecur servilizmi, po ne jemi njerëz, është i popullit tërë, që jeton në minimumin etik, që edhe Berisha që kemi këtu mbrapa, edhe kryeministri, as janë unë njerë të mendojnë, kush është minimumi etik? Ka jetuar në njerë Berisha, qoftë edhe një javë me të që jetojnë në një javë shqiptarët, me të pag, apo në një muaj, apo Rama? Që unë nuk di dhe më të them përse ne du të presim komandë. Pra mungon një kohezion qytetar. Shqiptarët duke menaxhuar këtë gjë, do të rrisin parametrat e tyre dignitetit, si popull. Pra të menaxhojnë një protest, të çojnë një protest, të mos ketë ndarje, se ka dhe hallet gjitë PS-s shumë, që kanë votuar nuk janë pronë e PS-s. Dje ka marrë nga një qytetar shqiptar, ish funksionar i lartë i PS-s, vëllain e tij deputet PS-s, ka marrë një falënderim nga Gjermania, ka ikur ka në Shqipërinë. To e lumë të goja, thotë. Po inshallah dalin ca zëra të tjerë, thotë, që të çohen e të bëhet ai vend. To e lumë të goja. Pra ka dhe njëtë nga PS-ja. Pra shqiptarët t'i bashkoj ajo që është e përbashkët, e mirë përbashkët, në rrugën e të mirës dhe t'i ndaje keqja. Të mos ndajen më me dy ngjyra. Këtë moment kërkohet shqiptarët bashkohen. Të bashkohen rreth mirës kundër të keqjes, kundër të ligës. Edhe s'mund të ketë e liga që e ka blu, e mira që ka e kuqe, ose e liga që ka e kuqe, e mira që ka blu. Jo, jo. Ne do të shohim njerëzit për atë që bëjnë. Jo vetëm për atë që thonë. Sidomos këta që kanë vepruar, do i shohim për atë që bëjnë. Flasin qeveritar, flasin vetëm për të ardhmet. Ne do të. Tallën, të gënjejnë, po si mund të heqin veten ne me zor dhe bile pafundësisht. Po vjen një moment, thot shpirti, boll më vdek këtu është kufiri.
Edhe unë besoj, s'duhet ketë më qeveri se ka sot e nesër. Qeveria do t'japi, nuk u përgjigj, ja kam kërkuar publikisht si gjyqtari thjesht, ore prononcou, i kam thonë kryeministrit. Zgërdhijet kryeministri. Dakor atëre. Me që të ashtu, duhet braktisur ai në ka braktisur ne. Ne duhet braktisim atë. Kjo është i tjerë shumë e sinqert, që më del pa e menduar dy herë. Ne duhet të braktisim atë. Ku të shkojmë ne? Edhe policët duhet të braktisin atë. Të shkojnë protest pa kthim në shtëpi. Protest pa kthim. Kjo qeveri nuk duhet të ekzistojë më. Kaq të kam bide plot. Romeo, do t'jesh në protest qoftë se thirret nga Berisha? Nga Berisha, dhe them Berisha të largohu kur shkoj unë paktën. Nuk do jem protest patjetër, se kam financuar me shpirtin tim për drejtën. Dhe në qoftë se thirret nga Berisha? Po tani, edhe i du të kuptoj që me njerë si puna ime nuk e pujqë gjë, po unë protest do jem patjetër. Nuk kam, nuk mba më ujë pilafi, do jem atje si kur ta di se e le kokën atje. Protest pa kthim. Ka arë koha, ne të shohim dy banda. Andaj Berisha do të rritë shohi punët e tij. Të lishoj njerëzit, ata deputet që janë të sakt, ata le të marrin iniciativat e tyre, protestat do të jetë popullore. Protestë e shqiptarëve jashtë Shqipërisë dhe brenda Shqipërisë. Nuk kemi asnjë arsye që të presim më e të mendojmë që ka zgjidhje tjera. Zgjidhja është të kthehet sovraniteti këtij populli dhe të fillojë të ushtrohet ky sovranitet për aq kohë sa të stabilizohet mirë rendi kushtetues Shqipëri. Pra mendoj do të ekzistojnë për 10 vite si Zvicra me atë lloj sovraniteti dhe ushtrimit të tij. Okej. Romeo, të falenderoj shumë që falenderoj edhe unë. Kënaqësi të bisedonim.